Një bilanc duke kthyer kokën pas, ndërkohë që jemi të gjithë bashku të fokusuar tek njëri nga aspektet më të vështira të procesit negociatave, që është aspekti i mjedisit, ku pa diskutim mënyra se si shihen, se si trajtohen dhe se si promovohen zonat e mbrojtura është një pjesë strategjike e gjithë këtij kompleksi që lidhet me natyrën që na rrethon. Dhe duke kthyer kokën pas, pa diskutim që ka shumë arsye për të qenë krenar për ku jemi sot. Kam parasysh se na u desh një dekadë më parë të bëjmë 2 ndërhyrje shumë radikale për të siguruar marrjen e një kthese të domosdoshme në kushtet kur qoftë prerja e palishme e pyjeve, qoftë gjuetia e palishme, ishin bërë plagë reale që zgjeroheshin mbi trupin e natyrës së Shqipërisë. Dhe sot mund të shikojmë me krenari rezultatet e 2 moratoriumeve që aso kohë krijuan debat dhe u panë me shumë dyshim. Qoftë në aspektin e ripërtritjes së pyjeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së faunës në Shqipëri. Nga ana tjetër, zonat e mbrojtura dhe në tërësi territoret e natyrës në Shqipëri ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndërtimeve të palishme, ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndotjeve të gjithë farllojeve, dhe më vjen shumë mirë që sot bilanci flet për një ulje të konsiderueshme të krimeve mjedisore, për një vënje në një kontroll të konsiderueshëm të territorit në aspektin e mbrojtjes së mjedisit nga agresioni i ndërtimeve pa leje, dhe patjetër edhe për një kufizim të konsiderueshëm të ndotjes. Por, thënë këto, asnjë prej këtyre elementeve nuk është ende i asgjësuar si problematik. Dhe në tërësinë e këtyre elementeve, ajo çka përbën një pikë të domosdoshme për të siguruar një ecuri të suksesshme në këtë proces që lidhet me negociatat për antarësim, po që pikërisht pse lidhet me negociatat për antarësim, si të gjitha aspektet e tjera lidhet drejt për drejt me të nesërmen tonë, është një menaxhim shumë më i mirë dhe shumë më i sigurt i pyjeve. E pikërisht për këtë arsye, me Ministrin e Mjedisit, me ekipin e Ministrisë Mjedisit, jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave.
për të pasur një agjenci, e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponent të pazgjidhshëm nga njëri tjetri dhe dy agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin dhe